Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad, wa ala ahlihi tayyibin at-tahirin, wa sahbihi al-muntajabin, wa ala jami'i al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet me të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur, dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetje dhe bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës udhëzimi i Allahut ndaj jush. Udhëzimi hyjnor ose udhëzimi i Allahut është drita që shndrit rrugën e njeriut në këtë botë dhe në botën tjetër. Ajo është mëshira e madhe që Zoti ia dhuron krijesave të tij, në mënyrë që të mos mbeten të humbur e të pa qëllim në këtë jetë kalimtare. Pa këtë udhëzim hyjnor, njeriu do të mbetej në errësirën e padijes, të epshit dhe të iluzioneve, duke u shkatëruar dal nga dal nga vetja e tij. Në Kur'an Allahu thot: Bismillahirrahmanirrahim. Allahu është mbrojtësi e atyre që besojnë, i nxjerr ata nga errësirat në drejtë. Ajeti 257 i surës Bekare. Ky ajet e shpjegon qartë se pa dorën e mëshirës së Allahut, njeriu nuk ka mundësi të shpëtojë nga errësira e hutimit. Në çdo hap të jetës, Allahu i udhëzon njerëzit përmes shpalljes, pejgamberëve dhe librave të shenjtë. Kurani familjar është udhërrëfyesi ynë, dhe ky udhërrëfyes është i plot për të gjithë njerëzimin, ku Zoti i lartësuar ka thënë: Bismillahirrahmanirrahim. Ky Kur'an udhëzon në rrugën më të drejtë dhe u jep përgëzim besimtarëve që bëjnë vepra të mira, se për ta ka shpërblim të madh. Ajeti 9 i surës Isra. Kjo do të thotë se udhëzimi hyjnor nuk është vetëm një njohuri e thatë, por një program i gjallë jete që e bën njeriu të jetë i drejtë, i mëshirshëm dhe i dobishëm për shoqërinë ku ai jeton. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte shembulli më i lartë i moralit dhe ishte shembulli më i madh i udhëzimit hyjnor. Allahu e përshkruan atë si mëshirë për botën, ajeti 107 i surës Anbiya. Pra hadithet e profetit na tregojnë se ai nuk erdhi vetëm për të dhënë mësime teorike, por për ta bërë njeriu të dalë nga errësira e ignorancës dhe për ta futur atë në dritën e njohjes së Allahut xhaleshanhu. Në një thënie të profetit thuhet: Unë jam dritë që Allahu ja dhuroi robëve të tij, dhe kush kapet pas saj nuk do të humbë askurr. Kjo tregon se udhëzimi i Allahut ka marrë formën në të përsosur në personalitetin e profetit dhe në mësimet që ai na pas. Ehlibeti i tij i pastër janë gjithashtu udhërrëfyes pas tij, të cilat e ruajtën dhe e shpjeguan fen duke u bërë pishtar ndriçues për pasuesit e së vërtetës. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: Ne jemi flamuri i udhëzimit dhe drita e devotshmërisë. Kush na ndjek arrin shpëtimin, e kush na kundërshton bie në shkatërrim. Ky hadith pra tregon se udhëzimi i Zotit të gjithësisë nuk është i shkëputur nga udhëheqësit e zgjedhur të tij, të cilët janë drita e vazhdueshme pas profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Udhëzimi i Allahut nuk është thjesht fjalë që dëgjohet, por një dritë që hyn në zemrat e atyre që janë të përulur dhe të sinqert. Allahu thot: E kush i beson Allahut, ai ja udhëzon zemrën. Ajeti 11 i surës Taghabun. Pra udhëzimi është një proces i brendshëm që ndodh në shpirtin dhe në zemrën e njeriu, është një lidhje shpirtërore me Zotin, që e bën qenie njerëzore të fortë përballë vështirësive dhe të qëndrueshëm në rrugën e së vërtetës. Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, ka thënë: Kush e ndjek dritën e udhëzimit nuk do të jetë kur i vetmuar. Nëse njeriu largohet nga udhëzimi i Allahut, ai bie në grackën e egos dhe të shejtanit. Dhe këtë gjë e paralajmëron Kurani i shenjtë teksa thot: E kush i kthen shpinën udhëzimit tim, thot Allahu xhaleshanhu, ai do të ketë jetë të ngushtë dhe në ditën e Kiametit do të arrijë gjallën të verbër. Ajeti 124 i surës Taha. Ky është paralajmërimi i qartë se jeta pa udhëzim hyjnor është plot dhimbje, zbrazëti dhe humbje për njeriu. Vetë
vetëm lidhja me Allahun dhe ndjekja e udhëzimit të krijuesit i jep kuptim jetës dhe hap rrugën drejt lumturisë së përhershme. Besimtari i vërtet duhet gjithmonë të lutet siç thot Kurani i Shenjtë. Bismillahirrahmanirrahim. Na udhëzon në rrugën e drejtë, në rrugën e atyre që ti ke dhuruar begati. Ajeti 6 dhe 7 i surës Fatiha. Kjo lutje është dëshmi se pa udhëzimin e Allahut, njeriu nuk mund të arrijë shpëtimin as në këtë botë, as në botën tjetër. Dhe ai që e pranon këtë udhëzim, jeton në paqe dhe do të ringjallet në dritën e mëshirës së Allahut. Në të njëjtën kohë, ky ajet është shenjë e mëshirës së madhe të Allahut, sepse Zoti i gjithësisë i mëson vetë robit të tij se si të luten dhe çfarë të kërkojnë. Nuk është rastësi që surja Fatiha recitohet në çdo rekat të namazit, sepse besimtari ka nevojë të përditshme për udhëzimin e Allahut, ashtu siç ka nevojë për bukën e gojës. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë, rruga e drejtë është rruga e njohjes së Allahut, dhe kjo njohje nuk arrihet veçse me dritën e udhëzimit të tij. Pra kjo tregon se kërkimi i udhëzimit nuk është një veprim i thjesht ritual, por është rruga e gjallë drejt njohjes dhe afrimit me Zotin. Lutja na udhëzon në rrugën e drejtë është një pranim i porosisë së njeriut, i cili e di se vetë nuk është i mjaftueshëm për të dalluar gjithmonë të mirën nga e keqja, sepse egoja, dëshira dhe pasionet shpesh e verbojnë zemrën tonë, ndërsa shejtani përpiqet ta largojë njeriu nga e vërteta. Por kur njeriu e kërkon me gjithë zemër udhëzimin e Allahut, Allahu ja hap atij dyert e mëshirës dhe ja bën zemrën të ndjejë qetësinë dhe drejtësinë më pas. Imam Sadiku paqja qoftë mbi të ka thënë, kush ja lë udhëzimin Allahut dhe kërkon ndihmën e tij, ai, pra Allahu, do t'ja bëjë rrugën e tij të lehtë dhe do ta mbrojë nga shtigjet e humbura. Kështu pra, ky ajet i madhërisëm, pra ajeti 6 dhe 7 i surës Fatiha, është një amanet që duhet ta shoqërojë çdo besimtar dhe në çdo kohë qoftë ai. Ai nuk është vetëm pjesë e namazit, por është një udhërrëfyes për jetën e përditshme, një kujtesë se njeriu ka nevojë për Zotin e tij, ka nevojë të jetë gjithmonë i lidhur me Allahun xhaleshanhu dhe të kërkojë dritën e krijuesit në çdo vendim që ai merr në këtë jetë, në çdo vepër dhe në çdo hap që ai hedh ditë pas dite. Në këtë mënyrë, udhëzimi i Allahut shndrohet në mburojën e shpirtit dhe në burimin e paqes së përhershme. Qofshin për atyre të cilët themi dëgjuam dhe u bindëm, qëndrojmë në këtë rrugë të drejtë të palëkundur, dhe Allahu na udhëzoft gjithmonë në rrugën e drejtë. Në këtë momente të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatia e Allahut qofshin mbi ju.